Kjo është më e keqja. Kam lënë fillim që të shokoj, që nëse do të çohesh. Pa. Shpëtohet macja e cila kishte ngelur brenda ATM-s së një banke. Miau. E shkom se iku Megli. Ja, po si u fundat të mëja? Nuk e do ishte te llogaria ime, sa ajo është bosh. Të kishin gjetur asnjë vetëm një mace. Eskortat latine pushtojnë Tiranën. Ai lexova këtë. Autoritetet kanë gati planin si t'i ndalojnë. E ke parë filmin Mediteraneo? Jo. Oh my god, është nga filma më të bukur në histori, ka marrë dhe Oscar. Është filma më të bukur që do ta shihni të gjithë Mediteraneo, është për disa ushtarë italianë që kanë ngelur në Greqi, dhe ndërkohë kanë mbaruar luftat ata nuk e dinë. Edhe ishte edhe një vajzë që ishte prostituta e fshatit. Ato të lumtur kështu dhe ishte njëri që ishte sergjenti, që kishte ngel sergjent, që nga lufta, edhe ai e bënte prostitutën e bënte me sot të hënën. Thoshte me filanin, se ishin 5 ushtar. Të hënën me Marcelin, Martën me Edvinin, kupton? Mërkurën me Denisin. Edhe tha dhe te pushim, po pse pushim tha? Se jam sergjeta, kështu vendos. Kishte edhe për të pushim. Edhe më kujtua kjo që tash i organizojnë vetat e Latin. Si bashkëpunimi kolumbiano-shqiptar si ndalojnë, ju lutem mos i ndaloni. Le t'i lënë, më çfarë është ky muhabet kështu? Tregon rritjen e turizmit. Duhet të shtohen prostituta se janë të shtrenjta. Shumë të shtrenjtë, ishte 40 euro. Ishte 40 euro? Ua, jashtë gjën me 50 Po sa euro. ishte 40 euro? Një... Po ti ku e merre në rrugë? Po i kanë kështu më këto në për sajte, në për gjëra. Edhe ka u shkon ti o vin ato Po aty. ku për shembull, ku e ke marrë ti për shembull? Për shembull është në Myslimshyr, ishin ja dy ruse. Ruse kazake, nuk e di çfarë ishin, edhe po të shkoje ti ishte më lirë, po të vinë ajo ishte më shtrenjtë. Po ku e gjetë atë, se jam kurioz, unë si ka katalog, Ka si. që një kështu më një rrjet që u godit disa herë, fikse se mos e them këtu tani. Jo mos e thuaj emrin. Jo, nuk po e them, Se ishte një- paguajnë, po paguajnë thuaj. Po është jashtëligjshme, mo që thot. Nuk e themi ndryshe, ne vajza kërcimtare. Po e disa vajzash i tek kështu kërcimtare. Pafund, ti duhet ta dish më mirë se unë. Jo, o patjetër unë e di Thonë që për ka. televizion e herë, Mua- kërcimtarët më shumë. A, në këto televizion nuk merrem me thashë them, unë se nuk i di ato. Jo, realisht nuk i di, nuk merrem me Ashtu thashë në fakt, po them. thjesht doja të peshkoja në gjën aty. Jo, s'pe shkon fare me këtë pjesë, s'më intereson mua kjo pjesa që shkojnë njerëzit për lek, seks, sepse është ai problemi më i madh për mua. Po pse po e bën kaq problem këtu? Sikur është ndonjë problem. Po sepse ato merren sepse shfani dhe shet. Shfani, domethënë është sepse këtu të tjerët që nuk shiten e kanë si armë të fortë dhe e përdorin. Kjo gjë më e tmeshme, po nuk është më e tmeshme, është mos flasësh me nënën, me vllajën, me babën tate dhe me shumë gjëra tjera, edhe mos bësh kontribut për vendin dhe ti hedhësh plerdh aty që të lësh ato qep si lloj që mos kesh atë lloj reagimi, mos dalësh protestë, janë drama më ndaja se shkon ajo tjetra me lekë dhe shkon në Dubai zgjidhja vet. Sa më Dhe mban pëlqeu familje. kjo që tha. Po jo, patjetër. Ua, S'ka jo, problem ke- fare atë. Problemi është ta legjitimosh shumë. Po, pastaj kur marrin televizionin dhe ftojnë aty dhe me çaj jeton ti, un jam. Ai rrodhën 500 euro, po ja se un blej kremra E pas ka thënë. Zyrtari turk pushton rritin, mustaqet e tij bëhen virale. Ai është, shiko. Është i gjithë mustaqe. Po pra se kur mendon turqi mendon gjithmonë burra me mustaqe. Kështu që ai është dhe mustaqe, domethënë ai është kulmi i mustaqeve, sepse a duhet shkonte mustaqe në atë Duhet pikë. ishte president. Imagjino të puthesh njëherë me atë. Unë do doja ai mustaqe. Melisa, mund të na bësh me ashtu mustaqe Imagjino të puthesh me Dalinën. mishë me mjegër. Unë s'ja puthur asnjë me mishë me mjegër. Se do të pyeta pyetje personale, ish burri s'ka patur migër. Ja, Asnjë me burra me migër? ja. As me Filip Çaku. Me Filipin do të puthem unë. Super. Vizita në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri Rama ndan audion nga takimi. Ja platin që dhe ka shi, para se të e që me kote ta. Te i lak tjerë. Se ka shkuar për të lypur. Ha ha ha. Për çfarë mund të shkosh ti në Emiratet e Bashkuara? Eskortat janë shumë lart në këto Emiratet. Po shiko se është egzageruar dhe kjo se kam dalë gjatë këtyre viteve kam dëgjuar nga 100.000 sheika, se cili takon një sheik, se dhe kjo muhabeti sheikëve, do një çik kulturë, lexo aty se nuk janë kaq shumë sheika. Ajo bëbaq. Po pas ka dalë sheiku edhe nuk e di. Sheku i kulturës. Merë mas. Mirë, ka që ishim me Friendly Fire, ne tani do kalojmë te i ftuarit, Dalina u kënaqja pafund me ty. Edhe unë nuk knaqem. Po herë tjetër kur të vi do bëjmë një kështu, do përgatitemi më shumë. Do vish herën tjetër? Po do vi, po jo herën tjetër. Jo, herën tjetër kam njërin unë. Hajde, pra gëzuar. Kalojmë tek i ftuarit.